Prishtinë. Dy studentë shqiptar po marrin pjesë në konkursin botëror GIS-Tech me një projekt për energjinë e rinovueshme. Grigor Basha dhe Mikel Çuni paraqitën prototipin e quajtur Smart Charge, që shndërron energjinë diellore në energji elektrike. Ata kanë hyrë në gjysmëfinalen e konkursit, ku marrin pjesë 790 projekte nga 74 vende. Në këtë fazë, konkurrentëve u duhet të mbledhin sa më shumë vota nga interneti. Korrespondenti Liriana Golli njofton nga Tirana. Dy studentët shqiptar Grigor Basha dhe Mikel Çuni kanë përfaqësuar Shqipërinë në konkursin ndërkombëtar GIS-Tech Competition 2015, i mbështetur nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Këto dy të rinj nga Fakulteti Ekonomik e Universitetit të Tiranës u paraqiten me krimin e tyre të quajtur Smart Charge, një projekt në fushën e teknologjisë mbi energjinë e rinovueshme. Now we see that our Nokia telephone is charging by using only solar energy. Ideja në fakt është një projekt ide si mund të themi që ka të bëjë me përdorimin e energjisë rinovueshme. Kjo energji e rinovueshme të kthehet në një shërbim për publikun dhe për njerëzit mbar. Ka të bëjë përdorimin e energjisë diellore në kthimin e kësaj energjie në energji elektrike, që kjo energji elektrike të shërbejë për shërbime që në këtë rast është karikimi celular, sepse duke parë që karikimet e telefonave të rinj kanë mungesë eficiencën në lidhje me mbajtjen e baterisë. Dhe ne po ofrojmë si shërbim që ndoshta në të ardhmen mund të bëhet realizueshëm. Maketi i tyre u rendit në këtë konkurs midis 15 projekteve më të mira nga 792 projekte të ardhura prej 74 shtete të botës. Me votimin e ekspertëve, ata janë tashmë në fazën gjysmëfinale. Ideja jonë është të krijojmë një parim të ri pune, si mund ta përdorim energjinë e rinovueshme në një mënyrë të re që të jetë sa më funksionale për ne. Ashtu siç e tha dhe Mikeli, ne synojmë që këtë energji diellore ta shfrytëzojmë jo vetëm për karikimin e telefonave celular, por gjithashtu të krijojmë një strukturë multifunksionale, që do të shërbejë për shumë gjëra, si lidhje në internet, reklamime për bizneset ndryshme, gjithashtu dhe panele xhelatin, por që janë një fazë më avancuar e projektit tonë. Krijimi i tyre si ide dhe si prototip lindi gjatë një detyre universitare dhe më pas ajo u zhvillua për të paraqitur në konkursin ndërkombëtar. Deri tani ata janë të parët me vota në kategorinë e tyre. Ne tani në kategorinë tonë jemi të parët për sa i përket energjisë rinovueshme, jemi të parët aktualisht që po flasim. Në krahasim me të tjerët, besoj, nëse marrim këtë ritëm, besoj që jemi pretendent potencial për të paraqitur Shqipërinë në finalen e madhe që do organizohet në Kenya. Dhe më pas, duke shpresuar fort që të arrijmë një kuotë të caktuar votash, ne përfaqësojmë Shqipërinë në finalen e madhe në Kenya. Atje pastaj ndodhen shumë portofole financiare, ku mendojmë të sigurojmë mbështetje financiare dhe pse jo ta sjellim këtë projekt në jetë. Për të përfaqësuar Shqipërinë në finalen e madhe, atyre duhet një mbështetje e gjerë, sepse sipas rregullave në finale shkojnë projektet me më shumë vota online në adresën e përcaktuar. Adresa jonë e materialit për të pasur vota gjetën shumë hapësira, sidomos në rrjetet sociale. Një ndër to është faqja kryeministrisë e zotit Edi Rama. Pjesë tjetër ku mund të hyjnë personat që dëshirojnë të votojnë është faqja e Ministrisë së Inovacionit, për shkak se jemi shpallur fitues. Gjithashtu në profilin ton të Facebookut, gjithashtu në ambasadën amerikane që kanë nxjerrë një lajmërim special, mund themi, për rastin ton, që mund të bëjnë sigurisht aplikimin dhe votimin e projektit tonë. Votimi online për këta djem të talentuar zgjat një muaj dhe çdo ditë mund të votohet nga një adresë aktive emaili. Dy të rinj shqiptar projektues të një prototipi interesant mbi karikimin e celularëve me rrezë diellore shpresojnë që të marrin pjesë në finalen e madhe të konkursit botëror GIS-Tech Competition dhe që vitin tjetër ai të mund të zhvillohet në Shqipëri. Për zërin e Amerikës.